Mirë se erdhët, ju përshëndesim nga këndu i negatimit, me mëngjesi zonja Vjollca, si gjithmonë jemi gati me përbërësit. Mirë se erdhët. Mirë se të gjeta këtu në këndim tënë. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot do të përgatisim salmon me spinaq, të shoqëruar me grur. Përbërësit për të realizuar këtë recet janë 600-800 gram spinaq, mbasi ju e dini se spinaqi mblidhet e rrudhet. Paksohet në gjatë kohës së zjerrit. 2 feta salmon, të cilat do t'i presim në kubik, 1 kokër qep të vogël, 1 kokër portokall, krip, piper të zi dhe arë moskat, shumë pak përbërës, por me shumë vlera ushqimore, si ke spinaci, ashtu dhe tek peshku. Unë i kam filluar pak fetat e spinacit, fetat e peshkut, salmonit, i kam hequr lëkurën dhe shumë e thjeshtë. Lëkura mjafton që ta tërheqim. Po, edhe largohet, dhe mos kur është largohet vetë, ja, po, ja. Do të mbash në një Jo, s'është nevojë ta mbaj, hiç fare, del shumë, vetëm të peshk e kemi zgjedhur sepse është një nga mishi i këtij lloj peshku është shumë i shëndetshëm mbi të gjitha dhe që ka një shumë llojshmëri gatimesh në fakt. Do ta presim tani në copa. Vetëm pak hala ka, kështu si... Vetëm këtu, ke shtylla kurizore pak. Tani ta presim në kubik. Në kubik jo shumë të mdhej. Kaq. Në kubik gati 1 centimetër e gjysmë. Po. Ja. Dhe do t'i hedhim kubikët në një tas. Masil tasin, do të ndihmosh, Niki. Është cipa e fundit, po. Si salmoni edhe spinaci, që të dyja duan një kohë të shkurtër për të gatuar në zjarr, po. Ja. Ne pastrojmë pjesën e brendshme, do t'ja heqësh pas ka hale ke pastruar ndoshta. Ja, vetëm kjo pjesa këtu ka halë që edhe këtë s'kemi pse ta hedhim. Nëse ne do të gatuajmë, bëjmë në një supë, këto i ruajmë këtu. Kemi një pjatë aty poshtë, i heqim këto anët, prap, dhe përsëri në kubik. Është shumë i freskët, dallohet, unë e ndjej që kur e pres. Po, që tek sa po kishte ardhur, po edhe ngjyra dallohet, do të thënë personat që e përdorin shpesh peshku në familjet e tyre arrin të dallojnë se sa i freskët dhe apo jo është. Aq më tepër që ja, shikoj si është era përcaktuese pastaj kur të zgjej. Shi si del lëkura, ha? Ja, del lëkura vetiu. Ta kap çik me këtë që mos më rrshqasi. Ja, pra shikoj. Me salmon mund të bëhen edhe qofte. Me sa kam informacion për salmonin. Kemi sjell dikur salmonin në formën e qofteve, të përzierë sigurisht edhe me përbërës të tjerë, por supra mund të jetë ashtu i pjekur. Ka shumë një gamë të gjerë në fakt të përdorimeve. Përdoret shumë edhe në ushqimet aziatike që përgatisin me kuskus, me... Ka një lugar, po tani me grurin që kemi ne, grurin e kemi të zjerë, e kemi në sopë? Po, është gjysmë i gatuar, unë e kam vendosur. Interesant në fakt se të sjellim me... Tani do të hedh tek gruri, do të më ndihmosh, vetëm duke më gryer, e kam larë mirë me ujë të ngrohtë, 1 kokër portokall, dhe më duhet pak lëkura e portokallit, vetëm pjesa e verdhë e lëkurës, ë? Po, vetëm pjesa e verdhë. E kam parasysh. Dhe nuk mund të them që do ta marinoj, që do ta lësh shumë gjatë, vetëm para se salmonin ta vendos për të bërë në spinaq, po, se do të gatuhet si zjerë bashkë me spinaqin. Këto do t'i bëj supë. E pres në kubik prapë. Edhe pse është pak i shtrenjtë në kosto, krahasuar dhe me peshqit e tjerë,
por mjafton të dim se çfarë vlera është marrim prej salmonit, sidomos edhe për fëmijët. Ja. Që të jetë më e dukshme, unë përsëri mund ta hedh këtu që të jetë kontrasti i pjatës. Po, tani kemi gati peshkun. Të lajtë i qik duart. Pjesën e lëkurës të portokallit do ta marinosh salmonin, do t'i hedhësh tani? Po, do të hedh gjysmën e lëkurës tek gruri që po zjen, dhe gjysmën tek salmoni. Pra, gruri po zjen, unë do të hedh këtu gjysmën. Ja. Si që shikoni, gjysmën. Dhe pjesën dhe gjysmën tjetër, do hedh një lëngun, pastaj salmonin. Okej. Lëngun e portokallit, thikën. Ja, kemi këtu. Pra me gjithë lëngun dhe me gjithë lëkurën tek pjesa e salmonit. 60 gram lëng do t'i hedh, mesatarisht gjysma. Kam hedhur dhe pak krip, këtu tek gruri. Dhe këtu 60 gram janë një filxhan kafeje i mbushur plot. Pa. 50 gram është filxhani kafes, ja, mjafton. E lëm tani në temperaturë shumë të ulët edhe për 10 minuta të tjera që të zjeja. E trazojmë pak, ka dhe krip brënda, temperatura është e ulët dhe e merr aromën shumë lehtë. Tani këtu, përsëri atë, për të shtrydhur pjesën tjetër, gjysmën tjetër, që do të na shërbej për të marinuar, si thua, salmonin. Jo që mos të mbaj fare ra peshkën, të jetë aroma e peshkut, po një aromë shumë e lehtë. E kombinuar me këtë aromë e portokallit, zgjedhja është e mirë. Në fakt, portokalli në çdo gatim që përdoret, nuk do t'ja hedh gjysmën, ndoshta t'i hedh çik më pak këtu dhe i trazoj së bashku. Për as për 10 minuta, nuk du t'a lëm shumë kohë, sepse thash, nuk dua që të më humbi aroma e peshkut. Aroma e peshkut dua që të jetë prezent. Madje duket, e shikoni ju vetë nga ngjyra. E lëm këtu të pushoj, këtu tani i largojnë. Ndërkohë merremi tani me pjesën tjetër, gjysmën e spinaqit e pas ke bërë gati, e pas ke prerë në copca të mëdha. Në të gjitha përbërësit që i kemi të shënuar në tabelën tonë, mos harroni edhe grurin se është përbërësi, si thuash, si drithri, që do ta shoqëroj gjithë këtë gatim të shishëm të salmonit me spinaq në tigan. 2 feta salmon kemi sot, 1 portokall, përdorim lëkurën edhe lëngun, 600 gram spinaq i freskët, 1 qep e vogël, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, arë moskat, sepse kemi spinaqin dhe sigurisht shkon, dhe 100 gram grur të zjerë. Dhe tani, sigurisht që jemi gati për të filluar gatimin. Kemi prerë të gjithë përbërësit që na duhet, qepën vetëm e kemi gati pa... Po. Si duket duhet në copza të mëdhaja? Jo, në kubik shumë të vegjël. Në kubik të vegjël, okej. Shojmë temperaturën për të hedhur, ne do të gatuajmë me vaj ulliri, apo jo? Mund të shuajmë atë zjarin ku kemi vendosur grurin. Gruri ka zirë dhe i ka dhënë një lezet kjo aroma e portokallit, edhe një ngjyrë të verdhë. Një qep të vogël, ose gjysmën e një qepe mesatare. Sa vaj do edhim, vaj ulliri? 2 lugë vaj ulliri. 2 lugë. Ja, sa të ngrohet vaj, unë jam gati. Qepën do t'a ka urdisim një qik, derisa të zbutet, që mos të na duket shumë. E o dhe vajnë? E o dhe vajnë. Që ta tresim fare pra qepën. Po, duhet të tretur qepa. Është një ushqim që mund të hanë të gjithë pa përjashtim, por në mënyrë të veçantë edhe ato që mbajnë dietë janë brenda kushteve dhe normave të dietës. Po mendoja edhe tek fëmijët është një recetë shumë e mirë, se salmoni ju bën shumë mirë fëmijëve.
edhe kombinuar me spinaqin, edhe se nuk kemi ndonjë përbërës që themi mos ja japim fëmijëve se i rëndon apo nuk ju bën mirë për moshën. Zonjëve, unë e kam përdorur faktikisht këtë recetë edhe për vajzën dhe më ka rezultuar e mirë. Ashtu mendoj për moshën që kanë, jo se jam me nipin tim, jam në rregull. 2 vjeç e lartë mund të përdoret shumë mirë, po edhe më parë, megjithëse më parë salmoni është pak i rëndë si peshk dhe janë disa peshqish të tjerë të cilët duhet përdorur ato që nuk kanë shumë mërkur, thuhet, për të përdorur për fëmijët. Se çdo recetë e shohim me disa këndvështrime, zonja Vjollca. Si ta gatuajmë për vete, si ta realizojmë pastaj mirë është kur i gatuajmë që jemi bashkë të gjithë, është akoma më mirë. Këtu gjëra pikante nuk ka, grumet i bëjnë mirë fëmijëve, do të ketë vetëm piper të zi, arë moskat dhe pak krip për spinaqin. Për spinaqin, sepse dim që shkojnë. Në fund fare, qepën, thash, do ta ordisim një qip. Do ta tresim. Pa i dhe në gjyrë, për arsye se spinaqi na gatuhet shumë shpejt. Shumë shpejt gatuhet edhe salmoni. Sa të vëmë spinaqin të uli volumin, do të vendosim salmonin nga një ngjyrë që është e kuqërrendë, do filloj të zbardhet. Si mishpule duket, si i bardhë. Dhe gjithçka është gati. Një recetë shumë e thjeshtë, shumë e shkurtër. Ideja kushton. Po, ideja kushton. Ideja është e gjitha, se përbërësit janë, le të themi, të gjendur dhe ne mund t'i kombinojmë ato në mënyra të ndryshme. Sikundër është dhe gama e përdorimeve qoftë të spinaqit, që e kemi përdorur në supë krem, në tava të ndryshme, në salata, po ajsa dhe salmoni. Do të flasim edhe për salmoni, do të kthehemi më njëherë pas publicitetit, të themi se çfarë vlerash ka salmoni, do t'i ndajmë bashkë me ju. Dhe jemi gati tani për të vazhduar dhe për të, si thuash, për të përfunduar këtë recetë, se sikundër thamë që salmoni dhe spinaqi do të gatuhen shumë lehtë, sepse na duhet të fillojmë dhe me recetën tjetër, po diskutonim me zonjën Vjollca. Ja, qepa tani është gati fiks. Nuk ka marrë ngjyrë, por është gati. Vendosim spinaqin. Më pëlqen kjo ngjyra e salmonit, sepse është fiks roz, sikundër ne duhet ta dallojmë kur shkojmë e blejmë, për të treguar se sa i freskët ai është. Por do të kemi edhe shumë kujdes ke ngjyra, Niki, nëse e tepron ngjyra është më tepër, do të thotë që peshku është ushqyer me ngjyrosë. Okej. Një nga dallimet pra ky është tek ngjyra, duhet të ketë një ngjyrë mesatare roz, jo shumë të theksuar, për të kuptuar pastaj se sa i freskët ai është. Pastaj për vlerat, mjafton t'ju themi anvisave, shikuesve që B6, B12, proteina, minerale, fosfor edhe shumë proteina të tjera, vitamina, janë pikërisht në këtë mishin e salmonit. Dhe këto vitamina do të kemi shumë të kujdesshëm gjatë kohës që ne gatuajmë salmonin, sepse nëse do t'i gatuajmë në temperaturë shumë të lartë, ato shpërbëhen. Sidomos omega 3-shi që është pjesë përbërëse kryesore tek salmoni, që ka në sasi shumë të madhe. Pikërisht për ato omega 3-shin ne e preferojmë. Do të kemi shumë kujdes në temperaturë, qoftë kur mund ta skuqim, se ka njerëz që e preferojnë dhe të skuqur, e të pjekur, të tymosur. Gjithçka është në varësi të temperaturës. Unë këtu jam në një temperaturë mesatare. Sa po të tkuret spinaqi, të uli nivelin, ja. U realizua kjo e gjithë. Mjafton që ta trazojmë shpesh her pas here dhe ca nga avujt, ca nga vaji dhe nga qepa dhe ndihmon. Dhe tani është gati. Nëse unë s'do të kisha salmon për të realizuar ato yndyrnat e mira që ne i marrim nëpërmjet salmonit, në këtë moment do të kisha hedhur një dorë me stika pishe. Por sot nuk është nevojë që t'i hedhim për arsye se kemi pikërisht salmonin që do të na i plotësoj recetën. Dhe nëse një peshk i zakonshëm ne duhet të konsumojmë më shumë, gati ke 250 gram, 250-300 gram, tek salmoni do të mjaftohet edhe në 130 gram dhe jemi brenda. Dhe kjo tregon, domethënë, diferencën e vlerave dhe proteinave që ka ky peshk. Sepse siç the, kushton një çik salmoni, por po të fillosh të marrësh lapsin ke dora, nuk kushton fare. Jemi përsëri brenda kufive të mundësisë. Këtë lëngë nuk e hedhim? Jo, nuk e. Kaq ishte. E lëm për pak minuta në një temperaturë mesatare. Tani, këtu kemi vendosur një tenxhere. Do të hedhim pak krip. Kalojmë tek receta e dytë pra? Po, recetën e dytë. Duke i patur makaronat
divela në tryezën Dhe çfarë ke zgjedhur? Ke zgjedhur këto flutura që mua më pëlqejnë shumë. Po, dhe do t'i sjell në trajtër një sallate, do t'i sjell të ftohta. Po. Çka do të presësh zjerjen në një farë mënyre? Po, do t'i shplaj. Do t'i shplash, po. Kur përdorim për sallat, gjithmonë ne shkëputim zjerjen e tyre duke i shpëlar. Do t'i hedh të gjitha, do të hedh vetëm 320 gram. 300 gram, mjafton 80 gram dhe porcioni është në rregull për një porcion. Në rregull. Ja, kaq. Me çfarë ti kombinosh? Duket na hahet shumë. Rukola me mozzarella, me domate qershi, me ullin. Nëse s'do kisha rukolon, do të stopoja këtu, do të hidhja borzilok. Dhe nëse s'do kisha peshkun, do të hidhja peshkton. Dhe çfarë do të hajmë. Dhe ishte një kombinim i përkryer. E lodh pak që me çfarë do të kombinoj, mos ta teproj, mos të e kthej një çik peshku. Ja kështu. Dhe ndryshoj pak ngjyrën, pra u bë më i hapur tek ngjyra, si ngjyrë pana do të bëhet e gjitha. Po, është vërtet. Dhe më pas do ta kombinojmë me, do ta bashkojmë bashkë me grurin, zonja Vjollca? Jo, bashkë grurin. Do ta shoqëroj gruri këtë recetë. Grurin mund ta vendosim edhe në një tasë më vete, pa e trazuar fare. Do ta shoqëroj. Po. Vetëm do të jetë në prezent në tryezë, se shkon shumë dhe kombinohet me këtë recetë. Dhe nuk kemi nevojë për konsumimin e bukës, duke qenë se kemi grurin prezent. Grurin e kemi, makaronat i kemi, madje... Jo, flasim nëse e kemi më vete këtë recetën, pra kemi grurin dhe nuk përdorim bukën. Ja. Gjithçka është gati për servirje. Këto janë lëkurat e portokallit, ëh? Po. Por, për aq minuta sa e lam ne, kurse si nuk dua në çfarë do lloj marinimi që aroma e peshkut, aroma e detit të më humbas. Vetëm dua sikur ti marri pak mend, ti themi ne. Kaq jo më tepër. Edhe te salmoni kam përshtypjen se kjo aromë qëndron sepse ka aromën pak më të fortë se sa peshqit e tjerë. Po, është e vërtetë. Dhe besoj se qëndron edhe pavarësisht se i hodhëm portokall. Ti afroj tani përbërësit e recetës tjetër, ti kemi mbi tryezë, sepse në pjesën tjetër do ta realizojmë, në pjesën e dytë. Tani mjafton që ndoshta arrim ta përfundojmë salmonin. Pak armoskat. Dhe pak minuta e lëm aty, besoj. Jo, kjo gati është... Apo ka përfunduar, do ta heqim tani. Kemi mjafton pra sa të ndryshoj ngjyra e salmonit. Në rregull. Do e servirim tani zonja Vjollca apo kur të rikthehemi? Si e kemi mirë? Kur të rikthehemi, në rregull. Po bëj një përmbledhje tani të menus së salmonit dhe do të shkëputemi për fleshin informativ, do të rikthehemi për të përfunduar të dyja recetat. Mjaftoj që e nisëm punën për recetën tjetër, se na duhet të zjejnë makaronat, kur të kthehemi ti kemi gati. Ndërkohë, receta e parë e salmonit me spinaq në tigan kishte këto përbërës: 2 feta salmoni, 1 portokall, 600 gram spinaq i freskët, 1 qep e vogël, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, arë moskat dhe 100 gram grur që do të shoqëroj këtë pjatë të shishme dhe shumë të shëndetshme. Do të shkëputemi tani për fleshin informativ. Për fleshin informativ do të shkëputemi në këto momente për të rikthyer në pjesën e dytë. Dhe ja ku erdhëm sërish në pjesën e dytë edhe të fundit të këndit të gatimit për këtë hapësirë të sotme, do të gatuajmë sallatën e ftohtë me makarona, ndërkohë, si kundër ju në ndoqët, ne kemi vendosur për të zjerë makaronat divela, i kemi gati, besoj se ka qenë mjaftueshme minutazhi, aq ishte 10 minuta ishte, pak a shumë 12 minuta. Se i vendosëm më parë. Dhe këtë sallatë do të realizojmë me mozzarella, po shoh që po i pret në kubik zonja Vjollca. I preva. Dhe tani ja me domatet pomodorini, apo do servirim fillimisht peshkun. Dhe ju bëft mirë. Salmon me spinaq të shoqëruar me grur të zier. Kemi përdorur dhe portokallin dhe kjo është pjata që është si pjata e parë e jona për sot. Ta provoj pak vaj ulliri. Ndërkohë që merresh me 4 lugë vaj ulliri. Do të hedhim domatet të prera në katërsh. Domate qershi, do të vendosim pak fare krip, Shumë e mirë kjo receta.
një nga recetat e mia më të preferuara. E ndjem edhe aromën e salmonit, zonja Vjoca, që e kishe me merak. Po. Kështu që është çdo gjë okay. Pikërisht ne nuk e lamë më shumë se 5 minuta, piper të zi. Vendosim këtu dhe ullint. Po. Dhe të gjithë të përbërës këtu i trazojmë së bashku. Që të bashkojnë mirë dhe me vajin të lyhen. Po. Tani, makaronat kanë përfunduar, i kemi kulluar mirë, i vendosim në tas. E shikon pak më rëshiti dora mua dhe këto duke që u bën qik më shumë. I trazojmë së bashku. Megjithatë nga ngjyra duken që nuk janë te kaluar zjera, se dallohet edhe nga ngjyra se bëhen të bardha fare ato, nuk duken që janë pak al dente. Nuk duhet atë te kalojmë asnjëherë. Hedhim tani djathën, e lëm për në fund një herë. Se kemi edhe pjesën e rukolës. E kemi larë, e kemi tharë. Jo, me kështu të apo ta presësh me thikë sot. Duhet jetë pak më e hollë dhe më i më certë e tjera ndoshta. Po, rukola e hollë gjithmonë është më e mirë. Tash nëse nuk e doni me rukola, këtu mund të zvendçoni me borzilok të freskët. Dhe nëse nuk do të kishim peshk, unë do të vendosja, do të heq bishtat. Stikat e pishës, në vend të... Jo, stikat e pishës do të hiqja tek pjesa e parë. Ke spinaci. Do të kishim peshk tonë. Nëse nuk do të kisha salmon. Do të rregulloja diçka, do të sajoja diçka tek salata. E kuptoj. Pra, meqense ne i përdorim të dyja. Mund të kisha përgatitur një ushqim vegetarian dhe mund të vendosja peshkun aty. Do ta hedh në një tas në një tas që do ta servirim tani dhe më pas do të hedhim edhe mozzarellën. Duke e hedhur dhe është edhe ai procesi i trazimit gjithmonë. Ndërkohë ne, meqense jemi drejt fundimit të recetave, do të na njohë regjia edhe me koston përkatëse të recetës, qoftë për salmonin e qoftë për salatën. E kemi nisur me salatën e ftohtë me makarona, përse takon kostos, për 4 persona është 410 lekë, me përbërësit dhe gramaturën e secilit përbërës që shihni në ekran. Kjo është kostoja jonë. Shpresojmë që t'ju ketë, le të themi, frymëzuar si ide për gatimet e sotme. Mund të jetë një gatime shumë të mira edhe për në fundjavë. Ja. Tani do të plot ngjyra dhe salata dhe me të gjitha vlerat. Këtu kemi një porcion me sallatën e makaronave dhe një porcion me peshk. Si thoni, jeni në rregull për ditën e sotshme? Është shumë shëndetshëm mbi të gjitha. Njemi dhe pak me koston e salmonit, e nxjerrim grafikisht për të kuptuar pastaj në total se sa është kostoja për 4 persona, ama 1140 lekë. Meqense kemi të bëjmë me salmon. Se mos trëmben, pjestohet për 4, i bie as 300 lekë të reja, as 3000 lekë. Po të shkosh ta hash në restorant salmonin? Është 2 fishi, ndoshta edhe 3 fishi. 2 fishi jo, po. Këto ishin 2 recetat tona për sot. Falenderoj zonja Vjoca, do të them si gjithmonë në fund të çdo gatimi se e shoh që ti djersitesh kur... Edhe këtu, pasi me grur, ndonjëri që i shijon shumë, vazhdon dhe merr me një lugë të vogël dhe shton sa të dëshiroj. Për ta shoqëruar dhe për të marrë dhe drithrat, karbohidratet i kemi, të gjitha vitaminat, proteinat që duam të marrim në një vakt të shëndetshëm. Kjo ishte sugjerimi i sotëm, mund të falenderoj shumë për idetë që na dhe, sigurisht që do të kemi të tjera ide dhe në ditët në vazhdim. Të falenderojmë edhe njërë. Ne të shkëputemi, mos harroni të klikoni në balkanme.com për të mësuar gjitha recetat e zonjës Vjoca. Në rubrikën gatimi, të gjitha i keni aty me shpjegimi përkatës. Do të shkëputemi në këtë moment, por mos u largoni, do të jemi sërish bashkë. Mirupafshim.